Kjo zyrë shteti që paguhet me rrogat në të larta në Gatdishull dhe Ballkanit, paguhet me 7.000 euro personin nga prokurorët për meritën e veçantë se komunikojnë dhe bëjnë pazare me kriminal, do të shpallet seksion i kartelit Troplini. Do të shpallet seksion i kartelit më të fuqishëm të drogës në Europë, karteli vetëm që administron portin kryesor të vendit, portin e Durrësit. Ndaj dhe në shënimin që i lash Altin Troplinit e informova se sot e tutje nga Dumani do ta quajmë Altin Troplini. Kjo për arsye të forta ligjore, sepse ky bashkëpunëtor i kartelit më të rrezikshëm, më të fuqishëm të Europës, mbajti në zyrën e tij 22 ditë vendimin e gjykatës për arrestin e Troplinit, Xhevdet Troplinit, Elvis Doçit apo Poja, sepse Poja në fakt quhet ky kartel droge. Dhe jo vetëm e mbajti 22 ditë, por e çoi për ekzekutim pasi Xhevdeti dhe Elvisi kishin mritur në destilacionet që kishin zgjedhur dhe të lirë sot, duke kontrolluar nga vendodhjet e tyre përsëri në çdo metër katror portin e Durrësit dhe trafikun e kokainës.